if the elections went fine. And if Pra ne I kemi bërë thirrje Këshillit që në rast se zgjedhjet në Shqipëri do të shkojnë ashtu siç duhet, në rast se zbatimi I reformës në drejtësi do të vazhdojë, atëherë me Shqipërinë duhet që të çelen negociatat dhe jo që të vazhdohen duke u shtyrë. Prandaj në rast se do të bëhen këto gjëra dhe çelja negociatave duhet bërë tani në mënyrë që edhe ne të gjithë të jemi të besueshëm. Dhe miqt janë miq të vërtet kur ata e thon të vërtetën ashtu siç është ajo, pra të vërtet që ata ndjejnë, edhe nëse ajo nuk u pëlqen disave. Dhe në fakt kjo miqësi nuk është një miqësi kundrejt individëve, por është miqësi me popullin shqiptar. Pra kjo nuk ka të bëjë me një kryeministër apo me një udhëheqës opozite. Prandaj më lejoni që të jem fare I drejt për drejt me ju. Ne po luftojmë për të njëjtin objektiv dhe ndonjëherë ndoshta ka edhe keqkuptime, ndoshta edhe nuk kuptohemi mirë me njëri tjetrin. Por kjo nuk është një betejë private, kjo nuk është një betejë private e Donit, Romanës apo e Knutit. Por ne ama jemi tërësisht të bashkuar dhe ne jemi ata pra që përfaqësojmë institucionet e Bashkimit Evropian si edhe të gjitha autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe më lejoni që t'rregohem pak edhe më I drejt për drejt në lidhje me një shfaqje televizive që është shfaqur mbrëm. Kam shumë respekt për zotin Berisha, ish kryeministër, ish president I Shqipërisë. Ndoshta edhe më shumë respekt se ç'mund të mendoni apo imagjinoni ju. And I really mean it. Por ama do të doja që t'i kërkoja atij me të vërtet që të mos fliste më për ato lloj përrralle sorosiane. Madje mund t'ju them që është fjalë për fjalë e njëjta histori që kam dëgjuar edhe në Maqedoni. Dhe përvoja ime është që vetëm të dobtit ka nevojë për ato lloj prralle. Dhe përvoja ime më ka treguar që zoti Berisha nuk është I dobët. E tani më lejoni që të them pak fjalë për reformën në drejtësi. Kjo reformë nuk bëhet që të na kënaq ne, por e gjithë kjo bëhet për të drejtën e qytetarëve të Shqipërisë, që ata të kenë prokurori dhe gjykata të pavarura dhe të mira. Dhe ne të gjithë e dim në fakt që kjo është pikrisht bazamenti, është themeli I të gjithë asaj gjëje që duhet bërë në luftën tonë, që të jemi në një luftë të suksesshme dhe të qëndrueshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe ne të gjithë e dim që procesi I vettingut apo I rivlerësimit është kyç. Dhe nuk është kyç apo thelbësor për të gjetur vetëm ata që nuk duhet të jenë pjesë e këtij sistemi, por edhe për arsye pra që të tregohet që jo të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët janë të korruptuar, pra për të parë që ka një sasi të madhe njerëzish që të cilët janë punëtorë dhe të mirë. Ne biseduam po ashtu me Ministrin e Drejtësisë dhe me Ministren e Integrimit Evropian dhe dëgjuam prej tyre që mund të ketë disa probleme teknike, siç e kanë quajtur ata. Që mund na duhet një farë marrëveshje apo dakordësie ndërmjet Bashkimit Evropian nga njëra anë dhe Shqipërisë nga ana tjetër. Dhe meqense të gjithë dëshirojmë të njëjtën gjë, atëherë besoj që Ministra e Integrimit Evropian ka të drejtë kur ajo thotë që këto probleme mund të zgjidhen për brenda 2 ditësh. Po ama ju të gjithë e dini që ne kemi dhe një problem tjetër. Dhe ne pra jemi këtu në mënyrë që së bashku me të gjithë politikanët shqiptar të përgjegjshëm pra të luftojmë për këto synime të përbashkëta. Dhe unë nuk do të ndërhyj dhe as nuk do të bëj komente për protestën.